Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo grua piu lëng qepe çdo ditë dhe mjekët u habitën nga ajo që i ndodhi. Mbajtja nën kontroll e nivelit të sheqerit në gjak kërkon konsumin e perimeve, të cilat përmbajnë pak niseshte, kalori dhe karbohidrate. Qepa është një prej perimeve e cila plotëson këto kushte dhe rrjedhimisht mirëmban nivelin e sheqerit në gjak. Roli i qepëve kundër nivelit të lartë të sheqerit në gjak. Qepët janë një burim shumë i mirë ushqyesish tepër të nevojshëm për organizmin. Bëhet fjalë për fibrën, vitaminat e kompleksit B dhe antioksidantët. Një filxhan çaj me qep të grira ofron 46 kalori, 10 gram karbohidrate, 2 gram fibër dhe gjithashtu 1 gram protein. Ky racion plotëson 14% të nevojës ditore për vitaminë C, 7% të dozës ditore të manganit dhe të vitaminës B6 dhe 5% të folatit. Studimet gjithashtu tregojnë se qepët janë të rekomandueshme për diabetikët. Sulfuri i cili gjendet tek qepët ka një efekt të jashtëzakonshëm edhe në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Sa duhet të jenë nivelet e sheqerit në gjak? Ekspertët thonë se nivelet e sheqerit në gjak konsiderohen normale kur ato janë më pak se 100 mg për decilitër gjaku, kur njeriu nuk ka ngrënë për të paktën 8 orë. Pas ushqyerjes, këto nivele duhet të qëndrojnë tek më poshtë se 140 mg për decilitër. Më shumë qep rregullisht. Ekspertët rekomandojnë përfshirjen e rregullt të qepëve në regjimin tuaj ushqimor. Ato ju mund t'i përfshini në sallata, në gatime ose me mish ose t'i kavardisni lehtë dhe t'i përdorni në salca të ndryshme. Shoqata Amerikane e Diabetit rekomandon ngrënien e 3 deri në 5 racione me perime pa niseshte në ditë. Megjithatë, në rastin e qepëve nuk duhet ta teproni shumë, sepse gjithsesi qepët rrisin nivelin e karbohidrateve. Për shembull, 2 filxhan çaj me qep të grirë ofrojnë rreth 20 gram karbohidrate. Mirë po të mirat e lëngut të qepës nuk përfundojnë këtu. Ka disa sekrete se si ta përdorni atë. Lëngu i qepës është një pije jo shumë e dashur dhe njëkohësisht e pa dëgjuar, por pasi ju ta mësoni këtë lajm do të filloni dhe do ta përdorni më shpesh atë sepse ka vlera të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Mjekët e këshillojnë lëngun e qepës në qoftë se ju vuani nga një sër problemesh, siç janë problemet me rrugët e frymëmarrjes, ftohja, kolla e të tjerë. Lëngu i qepës njëkohësisht është shumë i mirë edhe kundër gripit, dhimbjeve të barkut, kollës, përdendësinë kockore, cilësinë e gjumit dhe gjithashtu shëndetin e dhëmbëve. Edhe pse aroma apo shija e tij nuk janë fort të pëlqyeshme, këshillohet që ju ta kombinoni me kanellë dhe mollë për të pasur sa më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë me të vërtetë të shumta. Ai përmban fibër, përmban vitaminën B6, vitaminë C, flavonoide, kalcium, magnez, kalium dhe njëkohësisht selenium dhe fosfor. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet e lëngut të qepës. Shëndeti i zemrës. Konsumimi i lëngut të qepës gjithashtu ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit dhe gjithashtu ndihmon edhe në parandalimin e mpikses së gjakut, një nga arsyet më kryesore të shfaqjes të sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Lëngu i qepës luan një rol tepër të rëndësishëm edhe në trajtimin e diabetit. Mineralet që përmban lëngu përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku dhe flavonoidët, të cilët përmban ulin nivelin e lartë të glukozës në gjakun e njerëzve të prekur nga diabeti i tipit 2. Pastrim.
Qepa ka disa përbërës të cilët ndihmojnë vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kolla. Lëngu i qepës gjithashtu përmban sulfur që ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Prandaj rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Flokët dhe lëkura. Vitamina C tek lëngu i qepës gjithashtu stimulon edhe formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj rrezeve të radikaleve ultraviolet. Mineralet janë shumë efikase në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Si mund ta përgatisni? Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zier qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare për 1 litër ujë. Qepën ju duhet që ta zgjeni me gjithë lëkurë për të paktën 5 minuta. Pas së zierjes mundet që të shtoni mjaltë dhe 1 kohësisht limon për të përmirësuar shijen dhe të pini menjëherë 1 gotë prej saj. Pjesën e mbetur ju mundet që ta ruani në frigorifer dhe 1 kohësisht ta konsumoni ditën tjetër. Ndërkohë, sipas ekspertëve, qepa edhe lëngu i saj mund të mbrojnë edhe nga sëmundjet e zemrës. Konsumimi i lëngut të qepës gjithashtu ndihmon në uljen e ndjeshme të kolesterolit dhe ndihmon në parandalimin e pikses së gjakut, një nga arsyet kryesore të shfaqjes të sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Lëngu i qepës luan një rol të rëndësishëm edhe në trajtimin e diabetit. Mineralet që përmban ky lëng përmirësojnë aktivitetin ndaj insulinës dhe gjithashtu ndihmojnë në largimin gradual të sheqerave nga gjaku, dhe flavonoidët që përmban ulin nivelin e lartë të glukozës në gjakun e njerëzve të prekur nga diabeti tipit 2. Pastrim. Qepa ka disa përbërës të cilët e ndihmojnë vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë në nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kolla. Lëngu i qepës përmban sulfur i cili ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Prandaj rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Flokët dhe lëkura. Vitamina C, të cilat gjenden tek lëngu i qepës, stimulojnë formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi i dëmshëm dhe radikaleve të rrezeve ultraviolet. Lëngu i qepës, fal mineraleve që përmban, është tërësisht efikas në parandalimin e akneve dhe në forcimin e flokut. Lëngu i qepës mund të përgatitet duke zier qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare për 1 litër ujë. Qepën duhet ta zgjeni me gjithë lëkurë për 5 minuta. Pas së zierjes ju mundet që të shtoni mjaltë dhe limon për të përmirësuar shijen dhe ta pini menjëherë 1 gotë. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer dhe ta konsumoni gjatë pjesës tjetër të ditës për të patur akoma edhe më shumë përfitime në shëndetin tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.